Qendra shëndetësore e njësisë administrative Finiq ka 8 fshatra në varësinë e saj administrative për dhënien e shërbimit parësor. Prej kohës ka hartuar planin e muajit tetor, të cilin ia kushton kryesisht shëndetit të grave. Prandaj, përveç takimeve për ndërgjegjësimin e opinionit nëpërmjet mesazheve për tetorin roz, drejtuesit e kësaj qendre shëndetësore, zoti Ermal Kopo, shfrytëzon ekranin e televizionit publik për të lajmëruar gratë e zonës se në datat 6, 7 dhe 8 tetor mund të kryejnë mamografi falas në spitalin e qytetit Delvinës. Ka qenë se është muaj tetor, ai gjatë muajit tetor, përveç pjesës që diskutohet që është ai që quhet tetori roz, që ka lidhje me promocionin me fushatën për depistimin për kancerin e gjirit, që është një nga sëmundjet kryesore, po themi që prek për momentin gratë. Ideja është që të ne kryet depistimi për kancerin e gjirit, depistimi paraprak, në datat 6, 7 dhe 8, duke marrë parasysh edhe nga kjo intervistë, njëkohësisht e njoftojmë që në datat 6, 7, 8 tetor, kryet dhe mamografia në qytetin e Delvinës, që ofrohet falas nga shteti dhe ne jemi duke bërë listat paraprake kush ka dëshirë që mund ta kryej. Kush ka dëshirë mund njoftoj, përveç atyre që kemi ne mundësi njoftojmë, edhe kush është dikush tjetër që mund të shpëtoj nga ky depistim, po themi, që e kemi ne pamund të ta kontaktojmë, mund ta kryej këtë ekzaminim. Njëkohësisht, ky institucion shëndetësor gjatë gjithë vitit kryen edhe depistime të tjera për shëndetin e grave. Njëkohësisht te ne kryet edhe ai që quhet testi për HPV-n, human papillomavirusi, që është virusi kryesor që shkakton kancerin e qafëzëmitrës. Në këtë rast, të tërë si teste janë shpërndarë edhe personelit infermieror edhe këtu në qendrën tonë. Ai është një test i thjeshtë që e kryen edhe vetë pacientja dhe me atë zbulohet e ka këtë virus apo jo dhe pastaj bëhen kontrollet paraprake. Nuk është e thënë që ti jesh i infektuar me këtë virus dhe do sëmuresh me atë sëmundje. Gjithë ideja është që bëhen ato kontrollet paraprake. Vitit 2025 në mujorin e parë, sa depistime kanë kryer? Janë kryer fiks 100 depistime për momentin deri tani, por ai është shërbim që ofrohet gjatë gjithë vitit. Në çdo periudhë mund ta kryej, në çdo periudhë nuk ka lidhje. Aktualisht, në njësinë administrative të Finiqit, sipas censusit të vitit 2023, banojnë rreth 1500 gra, ndërsa po aq kanë emigruar jashtë vendit.